para se të fillojmë këtë histori të pabesueshme, dua t'ju bëj një pyetje. A do ta rrezikoje jetën tënde për të shpëtuar një të panjohur? Shkruaj mendimin tënd në komente, sepse ajo që do të dëgjosh sot do të bëjë të mendohesh thellë mbi kuptimin e vërtet të humanizmit. Kjo është historia e Enisit, një shqiptari i thjesht që punonte në ndërtimtari në Gjermani, i cili në një mëngjes të zakonshëm bëri diçka të jashtëzakonshme. Diçka që jo vetëm ndryshoi jetën e tij, por dhe zemrat e mira njerëzve. Qëndro deri në fund, sepse ajo që ndodhi pas shpëtimit është edhe më prekse. Enisi ishte ngritur para se dielli të linte yje të paradrit mbi qytetin e vogël gjerman ku jetonte. Ishin vite që ai kishte mësuar të jetonte me këtë ritëm. Zgjohesh herët, vishesh me rrobat e punës që ende mbajnë erën e betonit dhe pluhurit, pi një kafe të shpejt dhe niset për në kantier. Kjo ishte rutina e tij, e thjesht, e parëndësishme për shumë, por për të ishte çdo gjë. Ai kishte ardhur në Gjermani me një ëndër të vogël në zemër, jo për të bërë pasuri, jo për të jetuar në luksi. Enisi donte vetëm një jetë të dinjitetshme, ku mund të punonte ndershmërisht, të dërgonte disa euro për familjen në Shqipëri dhe të ndërtonte të ardhmen e tij me duart e veta. Ishte nga ato persona që nuk ankoheshin kurrë, punonte nga mëngjesi deri mbrëma, shpesh edhe të shtunave, por nuk e ndjente si barr. Për të, puna ishte dinjitet. Atë mëngjes, ajri ishte i freskët dhe qetësia mbretëronte në rrugët e vogla të qytetit. Enisi ecste me hapa të shpejt, siç bënte çdo ditë, me çantën e tij të vogël në krah dhe mendjen diku larg. Mendonte për familjen, për motrën e vogël që sapo kishte filluar universitetin, për prindrit që po plakeshin dhe që ai ndjente gjithnjë e më larg, edhe pse u fliste çdo javë në telefon. Rruga që merrte për në punë kalonte pranë një liçeni të vogël. Ishte një vend i qetë, ku shpesh njerëzit vinin për të ecur në mëngjes ose për të vrapuar. Enisi e kishte kaluar atë rrugë qindra herë, pa i kushtuar kurrë vëmendje të veçantë, por ajo mëngjes do të ishte ndryshe. Ajo mëngjes do të ndryshonte gjithçka. Ndërsa po kalonte pranë liçenit, diçka e çuditshme tërhoqi vëmendjen e tij. Një zhurmë, një tingull i dobët, pothuajse i padëgjueshëm për dikë që nuk do të ishte vëmendjes. Por Enisi e dëgjoi. Ishte një britëm e mbytur, një thirrje për ndihmë që vinte nga uji. Zemra e tij u ngrit befas. Ai ndaloi dhe u kthyre me shpejtësi nga liçeni. Aty, në ujërat e ftohta dhe të errta, pa një siluet që po luftonte për të mbetur mbi sipërfaqe. Ishte një grua e moshuar. Flokët e saj të bardhë ishin krejtësisht të njom dhe duart e saj po lëviznin dobët, duke u përpjekur të kërkojnë diçka për t'u kapur. Për një çast Enisi ngriu, jo nga frika, por nga shoku. Si kishte përfunduar ajo grua atje? Çfarë kishte ndodhur? Por pyetjet nuk kishin kohë për përgjigje. Çdo sekond që kalonte, gruaja po zhytej gjithnjë e më shumë. Ndim, dëgjoi Enisi një zë të dobët, gati i padëgjueshëm. Ati nuk i duheshin më shumë. Pa u menduar 2 herë, pa llogaritur pasojat, pa menduar për veten e tij, Enisi hodhi çantën në tokë dhe vrapoi tret buzës së liçenit. Uji ishte i ftohtë, aq i ftohtë sa në sekondën e parë që hyri, ndjeu si e theri në gjoks, por nuk ndaloi. Notoi me të gjithë forcën që kishte, drejt gruas së moshuar që tani pothuajse kishte humbur ndjenjat. Duart e saj nuk lëviznin më. Trupi i saj po zhytej ngadalë, pa zhurmë, si një hije që zhduket në errësirë. Mos u dorzo, bërtiti Enisi, edhe pse nuk e dinte nëse gruaja mund ta dëgjonte. Arriti deri te ajo në çastin e fundit. Me njërën dorë e kapi nga shpatulla dhe me tjetrën filloi të notoj me të gjithë forcën që kishte. Uji ishte i rënd dhe trupi i gruas së moshuar nuk ndihmonte. Ajo ishte krejtësisht e pandjeshme, por Enisi nuk e la, as për një çast. Muskujt e tij dridhen nga përpjekja, mushkrit po digjen, por ai vazhdoi të notoj, metra pas metra, me vullnet të hekurt, derisa së fundmi këmbët e tij prekën fundin e cekët pranë buzës së liçenit. Me njërën dorë e tërhiqte gruan dhe me tjetrën u mbështet për të dalë nga uji. Kur dolën në breg, Enisi e shtroi gruan në tokë dhe pa se nuk merrte frym. Zemra e tij u ngri. Jo, nuk mund ta humbaste. Jo tani. Jo pasi kishte bërë aq shumë për ta shpëtuar. Ai kujtoi diçka që kishte parë dikur në një film. Filloi ta shtypte gjoksin e saj me duart e tij, me ritëm, me forcë. 1 herë, 2 herë, 3 herë, asgjë. Zemra e tij po rrëmbehej, por ai nuk u dorëzua. Vazhdoi. 4, 5, 6 dhe papritur, gruaja kolliti.
Uji doli nga goja e saj dhe ajo hapi zyt ngadalë, të hutuar, të trembur, por gjallë. Enisi ra përsëri, duke marrë frymë thellë, duart e tij dridheshin nga përpjekja. Trupi i tij ishte krejtësisht i lagur dhe i ftohtë, por zemra e tij ishte plot me një ngrohtësi të çuditshme. Gruaja ishte gjallë, e kishte shpëtuar, por kjo ishte vetëm fillimi i një historie që do të prek zemrat e mira njerëzve. Enisi ishte akoma duke marrë frymë, me duart e mbështetura në gjunjë, kur dëgjoi zëra që vinin nga larg. Njerëz po vinin me vrap nga të gjitha anët. Dikush kishte parë skenën nga larg dhe kishte thirrur ndihmë. Brenda pak minutash, vendi u mbush me njerëz. Dikush solli një batanie dhe mbuloi gruan e moshuar që tani po dridhej nga të ftohti. Dikush tjetër telefonoi ambulancën dhe të gjithë shikonin Enisin, me një shprehje që ai nuk e kishte parë kurrë më parë. Ishte admirim i përzier me mosbesim. "Ti e shpëtove atë?" pyeti një grua gjermane me zë të drobiç. Enisi e shikoi dhe thjesht tundi kokën. Nuk dinte çfarë të thoshte. Nuk ndjente se kishte bërë diçka të madhe. Kishte vepruar nga instinkti. Çdo njeri do të kishte bërë të njëjtën gjë, mendoi ai. Por jo çdo njeri do ta kishte bërë. Ambulanca arriti shpejt dhe mjekët filluan ta kontrollonin gruan e moshuar me kujdes. Ajo ishte akoma e dobët, por jashtë rrezikut. Një nga mjekët u afrua te Enisi dhe e vështroi me respekt. "Ju e keni shpëtuar," tha ai me theks. "Nëse do të kishte kaluar edhe një minutë, ajo nuk do të ishte këtu." Enisi vetëm buzëqeshi dobët, duke u përpjekur të minimizonte ato që kishte bërë. Por mjeku insistoi. "Kjo është heroizëm i pastër. Çfarë ju bëri të hidheni në ujë?" Enisi ngadalsoi për një moment dhe pastaj tha me një zë të qetë. Ajo kishte nevojë për ndihmë, vetëm kaq. Fjalët e tij ishin kaq të thjeshta, aq të sinqerta, sa mjeku vetëm tundi kokën, i prekur thellë nga modestia e tij. Ndërsa ambulanca po largohej me gruan e moshuar brenda, Enisi mblodhi çantën e tij dhe u përgatit të vazhdonte rrugën për në punë. Ishte vonuar tashmë dhe e dinte se shefi nuk do të ishte i kënaqur. Por dikush e ndaloi. "Prit," thirri një burr me kamës policie. "Duhet të marrim të dhënat tuaja." Enisi u ndal dhe u kthye. Oficeri i policisë qëndroi te ai me një shënim në dorë. "Emri?" "Enis," u përgjigja i thjesht. "Mbiemri dhe adresa?" Enisi i dha të gjitha informacionet e nevojshme, por ndjeu një siklet të çuditshëm. Ai nuk donte vëmendje, nuk donte që kjo ngjarje të bëjë diçka e madhe. Donte thjesht të shkonte në punë dhe të vazhdonte jetën e tij normale. Por bota kishte plane të tjera për të. Brenda pak orësh, lajmi për shpëtimin u përhap si zjarr në qytetin e vogël gjerman ku jetonte Enisi. Dikush kishte filmuar një pjesë të ngjarjes me celular dhe e kishte postuar në media sociale. Videoja u shpërnda me mijëra herë. Njerëzit komentonin, ndanin dhe flisnin me admirim për heroizmi një shqiptari që rrezikoi jetën e tij për të shpëtuar një grua të panjohur. Enisi nuk e dinte asgjë për këtë. Ai ishte në kantierën, duke punuar si çdo ditë tjetër, kur telefoni i tij filloi të vibronte pa pushim. Ishte mikut e tij nga Shqipëria që i shkruante: "Bro, je bëri famshëm, je kudo në internet." Enisi e hapi telefonin dhe mbeti gojë hapur. Fotoja e tij e lagur dhe e lodhur, qëndronte pranë liçenit, ishte bërë virale. Artikuj të shumt po shkruanin për të. Disa e quanin heroi i heshtur, të tjerë shembull i humanizmit, dhe fjalët shqiptar dhe nderim përmenden shumë herë. Por më e çuditshme ishte reagimi i qytetit. Brenda pak orësh, njerëz po kalonin pranë e tij në rrugë dhe e përshëndesnin me respekt. Dikush e ndaloi në dyqan për ta falenderuar, dikush tjetër i dha dorën dhe tha: "Faleminderit që tregove se cilësia njerëzore ende ekziston." Enisi nuk e kuptonte. Për të ajo që kishte bërë ishte thjesht një gest njerëzor, por për qytetin ishte shumë më tepër. Ishte një kujtesë se në një botë plot me indiferencë, dashuria dhe trimëria ende jetojnë. Dhe pastaj, një mbrëmje kur Enisi ishte dal nga puna, gjeti një letër në postë. Ishte një ftesë nga bashkia e qytetit. Ata donin ta nderojnë publikisht për veprimet e tij heroike. Enisi e lexoi letrën dhe ndjeu një ngazillim të përzier me siklet. Nuk donte të bëhej hero, nuk donte të qëndronte para njerëzve dhe të fliste. Por dikush i tha se ajo grua që ai kishte shpëtuar donte ta mekonte. Kjo e bëri Enisin të mendohej. Gruaja që ai kishte shpëtuar. Ai nuk e kishte menduar shumë për të pas asaj dite. Kishte shpresuar se ajo do të shërohej dhe do të vazhdonte jetën e saj normale. Por tani ideja e takimit të saj e bëri të ndjehej i çuditshëm. Çfarë do t'i thoshte? Si do të reagonte ajo?
por ai vendosi të shkonte, jo për vëmendjen, por për të parë me sytë e tij se ajo grua ishte mirë. Dhe ajo që ndodhi gjatë atij takimi do të ndryshonte gjithçka. Dita e ceremonisë erdhi më shpejt se sa Enisi kishte menduar. Ai nuk ishte fjetur natën e mëparshme, mendonte vazhdimisht për atë që do të ndodhte. Ceremonia do të mbahej në sallën kryesore të bashkisë, një ndërtesë e bukur në qendër të qytetit, ku zakonisht mbaheshin ngjarje të rëndësishme. Enisi u vesh me rrobat më të mira që kishte, një këmishë të thjeshtë dhe pantallona të zeza. Shikoi veten në pasqyrë dhe për një moment nuk e njohu burrin që po shihte. Ai ishte atij Enisi i thjeshtë që punonte në ndërtimtari, por diçka në sytë e tij kishte ndryshuar. Kishte një shkëlqim të vogël, një shenjë lodhjes dhe përgjegjësisë që nuk ishte qenë aty më parë. Kur arrite në bashki, mbeti i befasuar nga numri i njerëzve që ishin mbledhur. Salla ishte plot. Ishin njerëz nga i gjithë qyteti, gazetar, kamera televizive dhe fytyra të shumta të panjohura që e shikonin me respekt. Enisi ndjeu një ngërç në stomak. Ai nuk ishte i mësuar me këtë vëmendje. Nuk donte që kjo ngjarje të bëjë diçka e madhe. Donte thjesht të shkonte në punë dhe të vazhdonte jetën e tij normale. Për muzika filloi dhe ceremonia u hap zyrtarisht. Kryetari i bashkisë doli në skenë dhe filloi të flasë. Fjalët e tij ishin plot me emocion dhe respekt. Ai tregoi historinë e asaj që kishte ndodhur në liçen dhe se si një njeri i thjesht kishte bërë një veprim të jashtëzakonshëm. Ka momente në jetën e një qyteti, tha kryetari, kur dikush na kujton se çfarë do të thotë të jesh vërtet njeri. Zoti Enis, një shqiptar që jeton dhe punon mes nesh, na tregoi se trimëria nuk është gjithmonë në betejë të mëdha, por në momente të vogla, kur vendosim të veproni, edhe kur kjo mund të na kushtoj. Duartrokitjet shpërthyen në sallë. Enisi ndjeu fytyrën të nxehet, donte të zhdukej. Dhe tani, vazhdoi kryetari, dëshiroj të ftoj personin të cilin zoti Enis e shpëtoi, zonja Ingrid Müller. Salla u bë krejtësisht e heshtur. Të gjithë syt u kthyen nga dera ansore, ku një grua e moshuar po hynte ngadalë, e mbështetur në një bastun. Flokët e saj të bardhë ishin të krehura bukur dhe fytyra e saj, edhe pse e rrudhur nga koha, shëndrinte një ngrohtësi që bënte çdo njeri ta shihte me bashuri. Enisi e pa dhe zemra e tij u ngrit. Ishte ajo, gruaja që ai kishte shpëtuar. Zonja Ingrid ecte ngadalë drejt skenës, por kur sytë e saj takuan ato të Enisit, ajo u ndal. Lotët filluan të rjedhin në fytyrën e saj. Ajo nuk foli, vetëm qëndroi atje, e mbërthyer nga emocioni. Dikush e ndihmoi të arrinte në skenë dhe ajo qëndroi pranë kryetarit. Pastaj, me një zë të drodhishur, ajo filloi të flasë. Unë nuk di nga ta filloj, tha ajo duke fshirë lotët. Ajo mëngjes unë mendova se ishte fundi im. Kisha dalë për një ecje të thjesht pranë liçenit, si çdo ditë, por rrëshqita dhe rash në ujë, dhe uji ishte aq i ftohtë, aq i thellë. Unë u përpoqja të notoj, por trupi im nuk më dëgjoi. Mendova se do të vdisja atje, e vetmuar, pa pasur mundësinë të them lam të mirë me ata që dua. Ajo ndali për një moment duke marrë frymë thellë. Salla ishte krejtësisht e heshtur, vetëm tingullin e përlotit mund të dëgjoni në sfond. Por pastaj, vazhdoi zonja Ingrid, dëgjova një zë që më thirri, dhe pastaj ndjeva duar të forta që më kapën, duar që nuk më lanë të zhyten, duar që më sollën përsëri në jetë. Ajo u kthye dhe e shikoi Enisin me një shprehje që ishte e pamundur për ta përshkruar me fjalë. Ishte mirënjohje e pastër, dashuri e pakushtëzuar ndaj dikujt që i kishte dhuruar më të shtrenjtën që kemi, jetën. Zoti Enis, tha ajo me zë të plot me emocion, ju më dhat mundësinë të shoh për së fundi nipat e mi, të përqafoj edhe një herë vajzën e mi, të uli edhe një herë në kopshtin tim dhe të ndjej erën e luleve që kaq shumë i dua. Ju nuk më dhat vetëm jetën, ju më dhat sërisht mëkatin e të jetuarit. Enisi nuk e përmbante më dot. Lotët filluan të rjedhin në fytyrën e tij. Ai u ngrit dhe u afrua te zonja Ingrid. Ajo e përqafoi me të gjithë forcën që kishte, edhe pse trupi i saj ishte dobët. Dhe në atë përqafim, dikush tjetër nuk fliste. Ishte vetëm një grua e moshuar që falenderonte një njeri të thjesht për një veprim që kishte ndryshuar gjithçka. Duartrokitjet shpërthyen përsëri. Njerëzit në sallë ishin në këmbë, duke i duartrokitur me të gjithë zemër. Disa qanin, disa buzëqeshin, të gjithë ndjen atë që zonja Ingrid ndjente, mirënjohje për ndershmërinë dhe humanizmin e pastër.
Kryetari u afrua dhe i dorëzoi Enisit një certifikat nderi dhe një medalje simbolike që shkruante për trimëri dhe humanizëm të jashtëzakonshëm. Por Enisi ja u dha përsëri zonjës Ingrid. "Kjo është e jotja," tha ai me një buzëqeshje të vogël. "Ju jeni arsyeja që unë isha aty." Zonja Ingrid qau edhe më shumë dhe e përqafoi përsëri. Por kjo ishte vetëm fillimi, sepse ajo që ndodhi pas ceremonisë do ta ndryshonte jo vetëm jetën e Enisit, por edhe mënyrën se si ai e shihte botën. Pas ceremonisë, Enisi mendonte se do të kthehej në jetën e tij normale. Do të vazhdonte të punonte në ndërtimtari, të jetonte thjesht dhe të harronte ngadalë gjitha të vëmendje që kishte marrë. Por bota nuk e harroi atë, dhe as zonjën Ingrid. Javët që pasuan ishin të çuditshme për Enisin. Njerëz që ai nuk i kishte parë kurrë në parë e përshëndeshnin në rrugë me respekt. Dikush e ndaloi në dyqan dhe i tha: "Faleminderit që na treguari se bota ende ka njerëz të mirë." Një fëmijë i vogël i dhuroi një vizatim ku kishte shkruar: "Ti je heroi im." Të gjitha këto gjeste e bën Enisin të ndjehet i çuditshëm. Ai nuk e konsideronte veten hero, nuk besonte se kishte bërë diçka jashtëzakonshme, por për njerëzit përreth tij, ai kishte bërë diçka që shumë nuk do ta kishin guxuar. Një mbrëmje, pas një dite të gjatë pune, Enisi po kthehej në shtëpi kur pa një makinë të zezë të parkuar para ndërtesës ku jetonte. Ishte një makinë e bukur, e shtrenjtë, krejtësisht jashtë vendit në atë lagje modeste ku jetonte. Ndërsa Enisi po afrohej, dera e makinës u hap dhe doli një grua e re me kostum elegant dhe një burr më i moshuar me flok gri. Ata e prisnin. "Zoti Enis?" pyeti gruaja. Enisi u ndal dhe i shikoi me kureshti. "Po, unë jam. Ne jemi familja e zonjës Ingrid," tha ajo me një buzëqeshje. "Jemi vajza dhe djali i saj. Dëshirojmë të flasim nëse keni pak kohë." Enisi nuk e dinte çfarë të thoshte, por u bëri shenjë të hynin në ndërtesë. Apartamenti i tij ishte i vogël dhe i thjeshtë, por i pastër. Ai u ofroi vend dhe ul përballë tyre, duke ndjerë një siklet të lehtë. Vajza e zonjës Ingrid, e cila u prezantua si Klara, filloi të flasë. "Zoti Enis, nuk ka fjalë që mund të shprehin mirënjohjen që ne ndjejmë ndaj jush," tha ajo, me një zë plot emocion. "Nëna jonë është gjithçka për ne. Ajo na arriti vetëm pas vdekjes së babait ton. Na mësoi të jemi të fortë, të jemi të mirë, të jemi njerëz. Kur ne dëgjuam për atë që kishte ndodhur, kur mësuam se ajo mund të kishte vdekur, ne nuk e dinim se si të reagonim. Ajo ndali për një moment dhe fshiu një lot që po i rrethte në faqe. Por pastaj na than për ju, na than se një njeri i panjohur, pa u menduar 2 herë, hyri në ujë dhe e shpëtoi. Dhe ne e dinim se ne nuk do të mund t'ju falenderojmë kurrë mjaft." Vëllai i saj, i cili ishte më i heshtur, foli për herë të parë. "Ne duam t'ju shpërblejmë," tha ai. "Kjo është arsyeja që jemi këtu." Enisi ngriti një dorë për të ndërprerë. "Ju lutem mos e bëni këtë," tha ai me një zë të butë, por të vendosur. "Unë nuk e bëra atë për shpërblim, e bëra sepse ishte e duhur." Klara e shikoi me admirim, por insistoi. "Ne e dim, dhe pikërisht për këtë arsye duam ta bëjmë. Ju nuk kërkuat asgjë, por ne duam të bëjmë diçka për ju." Ajo nxorri një zarf nga çanta e saj dhe e vendosi në tavolinë. Enisi e shikoi, por nuk e preku. "Brenda këtij zarfi ka një shumë parash si shenjë mirënjohje son," tha Klara. "Ju lutem pranojeni." Enisi tundi kokën ngadalë. "Nuk mund," tha ai. "Nuk mund të pranoj para për diçka që bëra prej zemrës." "Por ju keni nevojë," tha Klara. "Ju punoni nga mëngjesi deri mbrëma në ndërtimtari. Jetoni në një apartament të vogël. Ju meritoni më shumë." Enisi buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje plot trishtim. "Ka shumë njerëz që punojnë ashpër dhe jetojnë thjesht. Kjo nuk më bën më të vogël. Unë jam i lumtur me atë që kam, dhe fakti që nëna juaj është gjallë është shpërblimi më i madh që mund të kisha." Klara u përpoqte insistonte, por Enisi ishte i vendosur. Ai e refuzoi paran, duke e bërë shumë të qartë se nuk dëshironte asgjë në shkëmbim. Vëllai i Klarës e shikoi me një shprehje të habitur dhe respektuese. Ai nuk ishte parë kurrë dikë që refuzonte para me aq vendosmëri dhe pa u menduar 2 herë. "Ti je një njeri i rrallë, Denis," tha ai, "shumë të rrallë." Ata folën për një kohë të gjatë. Klara dhe vëllai i saj treguan historinë e familjes së tyre, se si nëna e tyre kishte luftuar përmes vështirësive dhe kishte bërë gjithçka për t'i dhënë atyre një jetë të mirë. Dhe Enisi ndau nga ana e tij një pak nga historia e tij.
se si kishte ardhur në Gjermani, si punonte për të ndihmuar familjen në Shqipëri dhe dashuria për të tjerët kishte qenë gjithmonë një pjesë e tij. Kur ata u nisën për të shkuar, Klara e shikoi Enisin me një shprehje të veçantë. "Ne nuk do të heqim dorë aq lehtë," tha ajo me një buzëqeshje. "Do të gjejmë një mënyrë për t'ju falendëruar." Enisi u bëri shenjë lamtumari dhe I shikoi duke u larguar. Ai mbylli derën dhe ul në divan, duke menduar për atë që kishin thënë. Ata ishin njerëz të mirë, këtë e shihte, por ai nuk mund të pranonte para, jo për atë që kishte bërë. Por Klara dhe familja e saj nuk e kishin thënë love. Ata kishin filluar të merrnin një plan, një mënyrë për t'i kthyer Enisit atë që ai kishte dhënë pa pritur asgjë. Dhe atë që ata planifikuan do të ndryshonte gjithçka për Enisin. Javë të tëra kaluan dhe Enisi vazhdoi jetën e tij normale. Çdo mëngjes zgjohej herët, veshte me rrobat e punës dhe shkonte në kantier. Puna ishte e rëndë, por ai nuk ankohej. Ishte mësuar me të. Një ditë ndërsa po punonte në një kantier të ri, telefoni I tij ra. Ishte një numër që nuk e njihte. Hezitoi për një moment, por pastaj u përgjigj. "Alo? Zoti Enis," priti një zë femëror në gjermanisht. "Ja, jam unë. Të lutem mos e mbylli. Jam sekretarja e zonjës Ingrid Müller. Ajo do të donte të flas me ju. A do kishit kohë të takohenit këtë javë?" Enisi u bafasua. Nuk e mendonte se do të dëgjonte përsëri nga zonja Ingrid apo nga familja e saj. "Sigurisht," tha ai. "Por a është gjithçka në rregull?" Po, tha sekretarja me një ton të ngrohtë. "Ajo thjesht don të flas me ju. A do ishte e mundur të takoheni të njëjtën pasdite?" E njëjtja erdhi shpejt. Enisi u vesh me rrobat më të mira që kishte dhe shkoi në adresën që I kishin dhënë. Ishte një shtëpi e bukur në një lagje të qetë, me kopësht dhe lule që lulëzonin në gjithë anët. Dera u hap nga Klara, e cila e përshëndeti me një buzëqeshje të ngrohtë. "Mirë se erdhe Enis, nëna të pret." Ajo e udhëhoqi përmes një korridori të zbukuruar bukur me foto familjare, deri në një dhomë ndenjeje, ku zonja Ingrid ishte ulur në një karrige të rehatshme me një batanie të lehtë mbi gjunjë. Kur e pa Enisin, fytyra e saj u ndriçua. "Enis," thirrri ajo me gëzim. Enisi ju afrua dhe I dha dorën, por ajo e tërhoqi dhe e përqafoi. Ishte një përqafim e ngrohtë, e sinqertë, që bëri Enisin të ndjehej si në shtëpi. "Si jeni, zonja Ingrid?" pyeti ai. "Jam më mirë se kurrë, faljush," tha ajo me një buzëqeshje. Ulu, kemi shumë për të folur." Enisi u ul dhe Klara solli çaj dhe biskota. Zonja Ingrid filloi të flasë me një ton të butë, por të plot me vendosmëri. "Enis, unë e di se ti refuzove paratë që familja ime të ofroi, dhe unë e respektoj këtë. Ti je një njeri me integritet dhe me dinjitet, por unë nuk mund të rri pa bërë asgjë. Ti më dhe një shans të dytë në jetë, dhe unë dua të bëj të njëjtën gjë për ty." Enisi donte të protestonte, por zonja Ingrid e ndaloi me një dorë. "Dëgjom, të lutem," tha ajo. "Unë e di se ti punon në ndërtimtari, është punë e rëndë dhe të lodhshme, por ti meriton më shumë, ti meriton një mundësi më të mirë." Ajo nxori një dosje dhe a vendosi në tavolinë para Enisit. "Unë kam një kompani të vogël, një kompani që merret me menaxhimin e pasurive dhe ndërtesave. Vajza ime, Klara, e drejton, por ajo ka nevojë për njerëz të mirë, të ndershëm dhe të përkushtuar, njerëz si ti." Enisi e shikoi me një shprehje të befasuar. "Unë dua të të ofroj një punë," vazhdoi zonja Ingrid, "jo sepse më të ke shpëtuar, por sepse ti je lloji I njeriut që kjo kompani ka nevojë. Dikush që punon me zemër, që ka integritet dhe që e merr përgjegjësinë seriozisht." Klara foli për herë të parë. Do të ishte një pozicion si mbikëqyrës I punimeve. Do të punoje me ekipe, do të menaxhoje projekte dhe do të paguhe shumë më mirë se tani. Dhe nëse provon se je aq I mirë sa ne mendojmë, do të ketë mundësi për të përparuar. Enisi nuk e dinte çfarë të thoshte. Ishte e habitur, por edhe e hutuar. "Por unë nuk kam eksperiencë në menaxhim," tha ai. "Unë jam thjesht një punëtor." "Ti ke diçka më të rëndësishme se eksperienca. Ti ke karakter, dhe karakteri nuk mund të mësohet. Ti e tregove këtë kur më shpëtove. Nuk u mendove për veten, nuk u mendove për rrezikun. Ti veprove sepse ishte e drejta për të bërë. Dhe kjo është ajo që ne duam në kompaninë tonë." Enisi ndjehej I mbingarkuar. Këto fjalë, kjo ofertë,
ishte më shumë se sa kishte pritur ndonjëherë. Por, nëse pranoj këtë, tha ai ngadalë, njerëzit do të mendojnë se e bëra për këtë, do të mendojnë se e shpëtova ju për të marrë një punë më të mirë. Zonja Ingrid u përpoq dhe e shikoi drejt për drejti në sy. A të intereson se çfarë mendojnë njerëzit? Pyeti ajo. Ti e di të vërtetën, unë e di të vërtetën, familja ime e di të vërtetën, dhe kjo është e vetmja gjë që ka rëndësi. E nisi e mendoi për një moment të gjatë. Ai shikoi nga zonja Ingrid, pastaj nga Klara dhe përsëri nga dosja në tavolinë. A më lejoni të mendohem një javë? Pyeti ai më në fund. Sigurisht, tha zonja Ingrid me një buzëqeshje, por shpresoj se do të pranosh, sepse ti meriton këtë mundësi. E nisi u largua nga shtëpia me kokë plot mendime, e gjithçka po ndryshonte aq shpejt. Disa muaj më parë, ai ishte thjesht një punëtor i panjohur. Tani, ai ishte në një udhkryq që mund të ndryshonte të gjithë jetën e tij. Por pyetja që e mundon është, a duhej ta pranonte? Ai ishte e drejtë dhe çfarë do të mendonte bota? Javët që pasuan do të ishin ndër më të vështira, por edhe më domethënëse të jetës së tij. Gjatë javës që pasoi, Enisi nuk flinte mirë. Çdo natë qëndronte zgjuar, duke menduar për ofertën që zonja Ingridi kishte dhënë. Nga njëra anë, e dinte se kjo ishte një mundësi e jashtëzakonshme, një mundësi që shumë njerëz vetëm mund ta ndronin. Nga ana tjetër, ndjente një peshë në zemër. Çfarë do të mendonte bota? A do ta shihnin si dikë që kishte përfituar nga një veprim human? Ai mori telefonin dhe e thirrri motrën e tij në Shqipëri. Ajo ishte njëra prej njerëzve të pakt, të cilët Enisi i besonte plotësisht. "Alo, Enis, çfarë ka?" tha ajo me një zë të gëzuar. "Jam mirë," u përgjigj Enisi, edhe pse zëri tregonte diçka tjetër. "Por kam nevojë për këshillën tënde." Ai ja tregoi gjithçka: historinë e shpëtimit, ceremoninë, ofertën e punës dhe dyshimet e tij. Motra e tij e dëgjoi me vëmendje dhe pastaj tha me një ton të butë, por të qartë: "Enis, ti gjithmonë ke qenë shumë i vëmendshëm ndaj atyre që mendojnë të tjerët, por kjo ka qenë një nga problemet e tua. Ti gjithmonë ke vënë të tjerët para vetes. Tani, dikush po të ofron një mundësi për të jetuar më mirë. Jo për shkak se ke kërkuar diçka, por për shkak se ke treguar se kush je. Pse nuk duhet ta pranosh?" Enisi dëgjoi, por nuk ishte ende i bindur. "Por nëse e pranoj," tha ai, "do të duket sikur e bëra për këtë, sikur shpëtimi ishte thjesht një mënyrë për të marrë diçka." Motra e tij thërriu me një ton befasues. "Dhe kush do të mendoj kështu? Njerëzit që nuk të njohin? Njerëzit që nuk ishin atje? Le të mendojnë çdo duan, Enis. Ti e di të vërtetën, dhe kjo është e vetmja gjë që ka rëndësi. Ti nuk ke bërë asgjë gabim. Ti ke shpëtuar një jetë, dhe tani, dikush po të ofron një shans për të përmirësuar jetën tënde. Mos e refuzo për shkak të frikës se çfarë do të mendojnë të tjerët." Fjalët e saj e goditën thellë. Enisi e dinte se ajo kishte të drejtë, por pse ishte aq e vështirë për të ta pranonte? Pas disa ditësh mendimi, Enisi vendosi. Ai thiri Klarën dhe i tha se dëshironte të pranonte ofertën. Klara ishte e gëzuar dhe i tha se mund të fillonte brenda 2 javësh. Enisi tha dorëheqjen nga puna në ndërtimtari. Shefi i tij, një burr i rrept por i drejtë, e shikoi me një shprehje të çuditshme. "Kam dëgjuar për atë që bëre," tha shefi. "Të them të drejtën, jam krenar që punove këtu. Ti je një njeri i mirë, Enis, dhe meriton gjithçka të mirë që po të ndodh." Fjalët e tij e prekën Enisin, dhe për herë të parë, ai filloi të ndjente se vendimi i tij ishte i drejtë. Dita e parë e punës në kompaninë e zonja Ingrid ishte e çuditshme. Enisi u prit nga Klara, e cila e udhëhoqi në zyrat e kompanisë, një hapësyrë moderne dhe ngrohtë, ku punonte një ekip i vogël por i përkushtuar. "Ti do të fillosh duke mësuar bazat. Do të punosh me ekipin ton të menaxhimit të projekteve dhe do të mësosh se si funksionon gjithçka. Por më e rëndësishmja, dua që ti të sjellësh veten tënde këtu, atë ndershmëri, atë përkushtim që të ka bërë atë që je." Enisi filloi punën me përulësi. Ai nuk u përpoq të bëj sikur e dinte gjithçka. Në vend kësaj, pyeti, mësoi dhe dëgjoi me vëmendje. Kolegët e tij e respektuan për këtë. Ata e njohin se Enisi nuk ishte dikush që po përpiqej të përfitonte nga një situatë. Ishte dikush që vërtet donte të mësonte dhe të kontribonte.
Javët kaluan dhe Enisi filloi të ndihej gjithnjë më i rehatshëm në rolin e tij. Ai zbuloi se kishte një talent natyral për të menaxhuar njerëzit dhe për të zgjidhur problema. Ndërsa punonte në kantiere si punëtor, ai kishte shuar shumë gjëra që mund të përmirësoheshin. Tani, ai kishte autoritetin për të sugjeruar ndryshime dhe sugjerimet e tij funksionuan. Klara ishte e mahnitur. Ti ke një vizion që shumë njerëz me eksperiencë nuk e kanë, i tha ajo një ditë. Ti mendon për punëtorët, për sigurinë, për cilësinë, jo vetëm për fitimin. Kjo është ajo që ne duam këtu. Por me gjithë sukseset e tij, Enisi nuk e haroi kur nga vinte. Çdo javë, ai shkonte për ta vizituar zonja Ingrid. Ajo kishte bërë një përparim të shkëlqyer nga aksidenti dhe tani ecte pa baston. Por më e rëndësishmja, ajo dhe Enisi kishin zhvilluar një miqësi të thellë. Ajo e trajtonte atë si një birë dhe ai e trajtonte si një nënë të dytë. Një pasdite ndërsa Enisi pinte çaj me zonja Ingrid në kopshtin e saj, ajo i tha diçka që e bëri të mendohej. Enis, a e dini ti se çfarë më ke dhënë ti mua? Pyeti ajo. Unë ju shpëtova letën. Jo, tha ajo duke tundur kokën. Ti më dhe shumë më tepër se jetën. Ti më dhe shpresë. Më tregove se në një botë që shpesh duket e ftohtë dhe egoiste, ende ka njerëz të mirë, njerëz që veprojnë pa pritur asgjë në këmbim. Ajo ndali për një moment dhe pastaj vazhdoi. Dhe kjo është arsyeja pse unë doja aq shumë të të ndihmoja. Jo sepse ndjeva se të detyrohej diçka, por sepse doja që ti të kesh mundësinë që meriton. Sepse njerëz si ti meritojnë të jenë të lumtur. Enisi ndjeu një ngrohtësi në zemër. Fjalët e saj e preknin thellë. Faleminderit, zonja Ingrid, tha ai me një zër të butë. Ju keni ndryshuar jetën time. Jo, Enis, tha ajo me një buzëqeshje. Ne kemi ndryshuar jetët e njëri tjetrit. Ata folën për orë të tëra atë ditë. Zonja Ingrid ja tregoi historinë e saj, se si kishte humber bashkëshortin e saj kur fëmijët ishin të vegjël, se si kishte luftuar për t'i rritur vetëm dhe se si kishte ndërtuar një jetë të dinjiteshme për veten dhe për ta. Dhe Enisi ja ndau historinë e tij. Si kishte ardhur në Gjermani me një ëndër të vogël, si kishte punuar me gjithë zemër dhe si kurrë nuk kishte humbur shpresën. Ato dy histori, edhe pse shumë të ndryshme, kishin diçka të përbashkët, përkushtimin ndaj vlerave njerëzore dhe besimin se mirësia ende ka vend në botë. Por ndërsa Enisi po ndërtonte jetën e tij të re, diçka tjetër po ndodhte që ai nuk e dinte. Historia e tij po përhapej përtej Gjermanisë. Artikuj të shumtë ishin shkruar për të. Media sociale ishte plot me ndarje të videos së shpëtimit. Njerëz nga e gjithë bota po komentonin dhe po shprehnin admirim. Një ditë, Enisi mori një telefonat nga një televizion në Shqipëri. Ata donin të bënin një intervistë me të, një dokumentar të shkurtër për historinë e tij. Ne duam të tregojmë historinë tënde, tha gazetari, sepse ajo është më shumë se një shpëtim. Ajo është një histori për humanizmin, për trimërinë dhe për vlerat që na mësuan prindrit tanë, por që shpesh harrojmë. Enisi hezitoi. Ai nuk donte të bëhej një figurë publike, por gazetari insistoi. Kjo nuk është për ty, tha ai. Është për të gjithë ata të rinj shqiptar që kanë nevojë për një shembull. Për të treguar se të qenit i mirë nuk është dobësi, është forca më e madhe. Enisi pranoi më në fund, jo për vëmendjen, por për mundësinë që historia e tij mund të frymëzonte dikë. Dokumentari u xhirua brenda disa javësh. Ekipi erdhi në Gjermani, intervistoi Enisin, zonjën Ingrid, Klarën dhe disa nga kolegët e tij. Ata filmuan kantieret ku Enisi punonte, liçenin ku kishte ndodhur shpëtimi dhe apartamentin e thjesht ku Enisi jetonte. Kur dokumentari u transmetua, reagimi ishte jashtëzakonshëm. Mira njerëz e pan, shumë qanë, shumë komentuan se si ata ishin frymëzuar nga historia e Enisit. Një nën shkroi: "Unë ja tregova këtë historinë djalit tim. Dua që ai të rritet duke ditur se të qenit i mirë është më e rëndësishmja." Njëri shkroi: "Unë po luftoj me jetën time këtu në Gjermani, por kjo histori më kujtoi se pse jam këtu. Faleminderit Enis." Enisi lexoi komentet dhe ndjeu një përzierje emocionesh. Ai nuk e kishte menduar kurrë se historia e tij do të kishte një ndikim të tillë, por tani ai kuptoi se nganjëherë një veprim i vogël mund të ketë një efekt zinxhir që shkon përtej asaj që mund ta imagjinojmë. Por përsëri, jeta kishte ende surpriza për Enisin, sepse diçka tjetër po ndodhte që ai nuk kishte parashikuar.
Pak muaj pas transmetimit të dokumentarit, Enisi filloi të merrte mesazhe nga njerëz të ndryshëm. Disa ishin shqiptar që jetonin në Gjermani dhe që donin thjesht ta falendërgësonin për atë që kishte bërë. Të tjerët ishin njerëz që kishin nevojë për këshilla, si të gjejnë punë, si të përshtaten me jetën në një vend të huaj, si të mos humbasin shpresën. Enisi u përgjigj çdo njërit prej tyre. Ai nuk e konsideronte këtë si një barr, por si një mundësi për të ndihmuar. Ai kujtonte sa I vetmuar ishte vetë kur ishte ardhur për herë të parë në Gjermani dhe sa shumë do të kishte dashur që dikush të ishte atje për të dhënë një këshill ose një fjalë inkurajuese. Një ditë, ai mori një mesazh nga një djalosh I ri që quhej Arben. Ai shkroi: "Përshëndetje Enis, emri im është Arben. Kam ardhur në Gjermani para 3 muajsh. Kam gjetur punë, por po luftoj. Ndihem I vetmuar dhe nuk e di nëse do ta arrij. Kur pash dokumentarin tënd, ndjeva diçka. Ndjeva se nëse ti mund ta bëje, edhe unë mund. A mund të më jepni ndonjë këshill?" Enisi e lexoi mesazhin dhe zemra e tij u prek. Ai dinte saktësisht se çfarë ndjente Arbeni. Ai vendosi jo vetëm t'i përgjigjej, por të takohet me të. Ata takohen në një kafe të vogël. Arbeni ishte një djalë I ri, me sy plot shpresë, por edhe plot frikë. Ai ja tregoi Enisit historinë e tij, se si kishte lënë familjen në Shqipëri, se si kishte ardhur për të ndërtuar një jetë më të mirë, por se gjithçka dukej më e vështirë se sa e mendonte. "Unë punoj në një restorant," tha Arbeni. "Puna është e rëndë dhe paga është e vogël. Ndihem se nuk po avancoj dhe më keq, ndihem I vetmuar. Nuk kam miq këtu, nuk kam dikën me të cilin të flas." Ai e dëgjoi me vëmendje dhe pastaj foli me një zë të butë por të sigurt. "Arbeni, gjitha që po ndihesh është normale," tha ai. "Unë e kam ndier të njëjtën gjë. Shumë shqiptarë kanë ndier. Vjen në një vend të huaj ku çdo gjë është e ndryshme. Gjuha, kultura, njerëzit. Dhe për një kohë ti ndihesh I humbur, por kjo nuk do të thotë se nuk do të arrish." Ai vazhdoi: "Gjëja më e rëndësishme është të mos e humbish shpresën dhe të mos krahasohesh me të tjerët. Çdo njeri ka rrugën e tij. Çdo njeri ka kohën e tij. Puna që ke tani është një fillim. Mëso sa më shumë, bëj miq dhe mos ki frikë të kërkosh ndihmë kur ke nevojë." Arbeni e dëgjoi dhe ndjeu një lehtësim të madh. Ato fjalë, edhe pse të thjeshta, kishin një peshë të madhe për të. "Faleminderit Enis," tha ai. "Nuk e di pse, por kur flas me ty, ndihem më mirë." Enisi buzëqeshi. "Sepse ti nuk je I vetëm," tha ai. "Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme që duhet të dish." Ata filluan të takoheshin rregullisht. Enisi e prezantoi Arbenin me disa shqiptar të tjerë që jetonin në qytet. Ngadalë, Arbeni filloi të ndërtonte një rrjet mbështetës. Ai filloi të ndjehej më I lidhur, më I sigurt dhe më I shpresë. Por Enisi nuk u ndal me Arbenin. Ai filloi të organizonte takime të vogla për shqiptarët që jetonin në qytet. Ishin takime informale, një darkë, një kafe, një ecje në park, por për shumë prej atyre njerëzve, ato takime ishin gjithçka. Ato ishin një kujtesë se ata nuk ishin të vetmuar. Klara e vuri re këtë dhe një ditë I tha Enisit: "Ti je duke bërë diçka të bukur Enis, jo vetëm në punë, por në komunitet. Ti po krijon një hapësirë ku njerëzit ndihen të dëgjuar dhe të mbështetur." Enisi u përgjigj me thjeshtësi: "Unë vetëm po bëj atë që dikush bëri për mua dikur, po u kthej dashurinë që mora." Por jo të gjithë ishin të lumtur me Enisin. Një ditë, ai mori një mesazh nga një numër I panjohur. Mesazhi ishte anonim dhe I ashpër. "Ti mendon se je hero, por në fakt je vetëm dikush që shfrytëzoi një situatë. E shpëtove atë gruan që të merrje një punë më të mirë, të gjithë e dinë." Enisi e lexoi mesazhin dhe ndjeu një ngërç në stomak. Edhe pse ai e dinte se kishte vepruar me zemër të pastër, ato fjalë goditën. Dikush, diku, kishte një perceptim negativ për të. Ai e tregoi zonjës Ingrid për mesazhin. Ajo e shikoi me një shprehje serioze. "Enis," tha ajo, "do të ketë gjithmonë njerëz që nuk kuptojnë, që nuk besojnë në mirësinë. Por kjo nuk do të thotë se ti duhet të ndryshosh. Ti e di të vërtetën, unë e di të vërtetën, familja ime e di të vërtetën, dhe mijëra njerëz që janë frymëzuar nga historia jote e din të vërtetën." Fjalët e saj e qetësuan. Enisi kuptoi se ai nuk mund të kontrollonte atë që mendojnë të tjerët, por mund të kontrollonte atë që bën ai.
dhe ai do të vazhdonte të vepronte me zemër të pastër, pavarësisht nga çfarë të thonë të tjerët, sepse kjo është ajo që bën një njeri i vërtet i mirë. Ai vazhdon edhe kur është e vështirë. Viti kaloi dhe jeta e Enisit vazhdoi të lulëzonte. Ai tani kishte një pozicion më të lartë në kompani dhe po menaxhonte projekte të mëdha. Por me gjithë sukseset e tij profesionale, ajo që e bënte atë më të lumtur ishte ndikimi që po kishte në jetën e njerëzve. Takimet që ai organizonte për komunitetin shqiptar u ritën. Tani ishin jo vetëm takime sociale, por edhe sesione këshillimi, ku Enisi dhe disa shqiptar të tjerë që kishin përvojë japnin këshilla për punën, për dokumentet, për integrimin në shoqërinë gjermane. Një ditë, në një prej këtyre takimeve, një grua e re u ngrit dhe foli. "Unë dua të falenderoj Enisin", tha me zë të dridhur. "Kur erdha këtu para 6 muajsh, nuk kisha askand, kisha frikë, nuk dija ku të shkoja për ndihmë, por Enisi më dëgjoi, më ndihmoi të gjej punë, më prezantoi me njerëz të mirë dhe tani, për herë të parë ndihem se kam një vend këtu." Salla shpërtheu në duartrokitje. Enisi buzëqeshi, por ndjeu një përullësi të thellë. Ai nuk kishte bërë asgjë të jashtëzakonshme, kishte thjesht qenë ai vetë. Por ndërsa komuniteti riste, Enisi filloi të shihte një nevojë të re. Shumë shqiptarë që vinin në Gjermani kishin aftësi të shkëlqyera, por nuk kishin mundësinë për t'i treguar ato. Ata punonin në punë të thjeshta, jo pse nuk ishin të aftë, por sepse nuk dinin se si të arrinin në mundësi më të mira. Enisi filloi të mendoj për një mënyrë për t'i ndihmuar. Ai foli me Klarën për këtë. "Çfarë do të mendoje për të krijuar një lloj programi këshillimi?" pyeti ai. "Ku ne i lidhim njerëz që kanë aftësi me kompani që kanë nevojë për ta." Klara e shikoi me admirim. "Kjo është ide e shkëlqyer", tha ajo. "Dhe unë mendoj se kompania jon mund të jetë e para që të marrë pjesë. Ne mund të ofrojmë stazhe, trajnime dhe mundësi për njerëz që duan të punojnë në ndërtimtari dhe menaxhim." Ata filluan të punonin në këtë projekt. Brenda disa muajsh, programi u lançua. 10 shqiptar aplikuan dhe disa prej tyre filluan të punonin në kompani të ndryshme, duke përfshirë kompaninë e zonjës Ingrid. Njëri prej tyre ishte Arbeni, djali i ri që Enisi kishte takuar muaj më parë. Ai kishte aplikuar për një pozitë si asistent në menaxhimin e projekteve dhe kishte fituar. Tani, ai po punonte krah për krah me Enisin. "Enis", i tha Arbeni, "unë nuk e di si të falenderoj. Ti më dhe një shans kur askush tjetër nuk më dha." Enisi e shikoi dhe buzëqeshi. "Ti e fitove këtë me punën tënde", tha ai. "Unë vetëm hapa një derë. Ti je ai që hyri dhe tregoi se çfarë mund të bëje." Por kjo ishte ajo që Enisi bënte. Ai hapte dyer për të tjerët, jo për lavdi, jo për mirënjohje, por sepse besonte se çdo njeri meritonte një shans. Një ditë, zonja Ingrid e thirrri Enisin në zyrën e saj. Ajo ishte ulur në karriken e saj të preferuar, me një shprehje serioze, por të ngrohtë. "Enis, ka diçka që dua të flas me ty", tha ajo. Enisi u ul përballë saj, duke ndier një kureshtje të lehtë. "Unë po plakem", vazhdoi zonja Ingrid, "dhe kohët e fundit kam menduar shumë për të ardhmen, për kompaninë time, për familjen time dhe për ty." Ajo ndali për një moment, sikur po zgjidhte fjalët me kujdes. Klara po bën një punë të shkëlqyer duke drejtuar kompaninë, por ajo ka nevojë për dikë pranë saj, dikë që kupton vlerat që kjo kompani u ndërtua mbi to, ndershmëri, punë e palodhur dhe kujdes për njerëzit. Dikë si ti. Enisi e shikoi me një shprehje të befasuar. "Unë dua që ti të bëhesh bashkëdrejtuesi i kësaj kompanie", tha zonja Ingrid, së bashku me Klarën. Enisi mbeti pa fjalë. Kjo ishte diçka që ai nuk e kishte imagjinuar kurrë. "Por, zonja Ingrid, unë nuk e di nëse jam i gatshëm për diçka të tillë." Zonja Ingrid buzëqeshi. "Ti je më i gatshëm se sa mendon", tha ajo, "dhe unë e di sepse të kam parë se si punon, se si mendon dhe se si kujdesesh për njerëzit. Kjo kompani nuk ka nevojë vetëm për dikë që di të menaxhojë numrat, ka nevojë për dikë që di të menaxhojë zemrat, dhe ti je ai person." Enisi ndjeu një val emocioni. "Ishte shumë, ishte tepër. Mund të mendohem?" pyeti ai. "Sigurisht", tha zonja Ingrid, "por shpresoj se përgjigjja do të jetë po." Enisi doli nga zyra me kokën plot mendime. Jeta e tij kishte ndryshuar kaq shumë
Nga një punëtor I thjesht, ai tani po I ofroi një pozitë që shumë mund vetëm të ëndrrojnë. Por ai ishte I gatshëm? A do ta meritonte? Natën, ai thirri motrën e tij. "Çfarë mendoni?" pyeti ai, pasi ja kishte treguar ofertën. "Enis," tha motra, "kjo nuk është vetëm një punë, kjo është një përgjegjësi, por nëse ka dikush që mund ta mbajë këtë përgjegjësi, ai je ti. Ti je treguar se mund të jesh udhëheqës, jo sepse je më I zgjuari, por sepse je më njerëzori, dhe kjo është ajo që bën një udhëheqës të madh." Fjalët e saj e qetësuan. Enisi kuptoi se kjo ishte jo vetëm një mundësi për të, por një mundësi për të ndihmuar edhe më shumë njerëz. Ai vendosi të pranonte. Dhe kështu, rruga e Enisit vazhdoi, nga një shpëtim I thjesht në një liçen deri në një jetë që po ndikonte jetët e qindra njerëzve të tjerë. Ditët kaluan dhe Enisi filloi përgatitjen për rolin e tij të ri si bashkëdrejtues I kompanisë së zonjës Ingrid. Ishte një përshtatje e madhe. Ai tani nuk ishte vetëm përgjegjës për punën e tij, por edhe për të ardhmen e një kompanie të tërë dhe për njerëzit që punonin atje. Por Enisi nuk e humbi kurrë thelbin e atij që ishte. Çdo javë, ai shkonte në kantiere, fliste me punëtorët dhe siguronte se të gjithë po trajtohen me dinjitet. Ai nuk qëndronte vetëm në zyrë, ai ishte atje, në teren, duke punuar krah për krah me ekipet. "Kjo është ajo që më bën të më respektojnë," I tha Klara një ditë. "Ti nuk je dikush që ulet dhe jep urdhra, ti je dikush që punon me ta, dhe kjo bën gjithë ndryshimin." Një ditë, ndërsa Enisi po vizitonte një kantier të ri, një punëtor I afrohet me një shprehje serioze. "Zotri Enis," tha ai, "dua t'ju falenderoj. Kam dëgjuar për historinë tuaj, dhe kur mora punë këtu, më thanë se ju jeni një nga drejtuesit. Unë nuk besova se një drejtor do të më trajtonte si njëri, por ju e bënët. Ju më pyetët për familjen time, për nevojat e mia dhe më trajtuat me respekt. Dhe kjo do të thotë shumë për mua." Enisi e shikoi dhe I vuri dorën në shupull. "Ti nuk je vetëm një punëtor, ti je një pjesë e këtij ekipi, dhe pa ty ne nuk do të mund të bënim atë që bëjmë. Kurrë mos e harro këtë." Punëtori u ndjeu I prekur thellë, ai tundundi kokën dhe u kthye në punën e tij, por me një ndjenjë krenarie që nuk e kishte ndjerë prej shumë kohësh. Vitet kaluan dhe Enisi vazhdoi të lulëzonte në rolin e tij si bashkëdrejtues I kompanisë. Kompania u rrit, jo vetëm në madhësi, por edhe në reputacion. Njerëzit dëshironin të punonin atje sepse dinin se do të trajtohen me drejtësi dhe respekt. Një ditë, zonja Ingrid e thirrri Enisin për një matim të fundit. Ajo tani ishte shumë e moshuar dhe shëndeti I saj po dobësohej, por mendja e saj ishte ende e qartë dhe zemra e saj ende plot dashuri. "Enisi," tha ajo, me një zë të dobët për të ngrohtë. "Unë dua të falenderoj." Enisi protestoi. "Zonja Ingrid, ju nuk duhet të më falenderoni. Unë jam ai që duhet ju falenderoj." Ajo buzëqeshi. "Jo, Enis, unë duhet, sepse ti më dhe më shumë se sa mu dha dish. Atë mëngjes në liçen, kur ti më shpëtove, ti nuk më dhe vetëm jetën, ti më dhe një arsye për të jetuar. Ti më tregove se mirësia ende ekziston, se ka njerëz që veprojnë pa pritur asgjë në këmbim. Dhe kjo është diçka që unë nuk do të harroj kurrë." Enisi ndjeu jotët duke filluar të rrjedhin. "Dhe për këtë arsye," vazhdoi zonja Ingrid, "unë jam e lumtur që të njoh, e lumtur që pata mundësinë të shoh të rritesh, e lumtur që e di se kompania ime është në duar të mira." Ajo e shikoi me një shprehje plot dashuri. "Ti nuk je vetëm një punëtor, Enis. Ti nuk je vetëm një drejtor. Ti je një njeri I rrallë, një njeri që botës I duhen më shumë." Enisi e përqafoi duke qarë si një fëmijë. Ajo ishte bërë kaq e rëndësishme për të. Ajo ishte bërë familja e tij. Pak muaj më vonë, zonja Ingrid vdiq në mënyrë të qetë, e rrethuar nga familja e saj. Enisi ishte atje, duke mbajtur dorën e saj, duke I falenderuar për gjithçka që kishte bërë. Në funeral, mijëra njerëz erdhën për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Ishte një dëshmi e jetës së saj dhe ndikimit që kishte pas në shumë njerëz. Kur erdhi radha e Enisit për të folur, ai u ngrit dhe foli me një zë plot emocion. "Zonja Ingrid nuk ishte vetëm një grua e moshuar që unë shpëtova," tha ai. "Ajo ishte një mësuese, një mëm, një mik. Ajo më mësoi se ç'është vërtet e rëndësishme në jetë, jo parat, jo pozicioni, por dashuria që jep dhe ndikimi që le pas."
A i ndali për një moment, duke marrë frym thellë. Ajo më tha një herë se unë i dhash një arsye për të jetuar, por e vërteta është se ajo më dha mua një arsye për të besuar se bota mund të jetë një vend më i mirë, dhe unë premtoj se do të vazhdoj të jem ai që ajo besonte se mund të isha. Duartrotjet dhe lotët mbushën sallën. Pas funeralit, Enisi vazhdoi punën e tij. Ai e dinte se zonja Ingrid do të kishte dashur që ai të vazhdonte, të ndikonte jetët, të hapte dyer dhe të jepte shpresë. Dhe kështu, ai bëri. Ai vazhdoi të drejtonte kompaninë me të njëjtat vlera që zonja Ingrid kishte ndërtuar. Ai vazhdoi të ndihmonte komunitetin shqiptar. Ai vazhdoi të jetë ai që kishte qenë gjithmonë, i thjesht, i ndershëm dhe i plot me dashuri për njerëzit. Vitet kaluan dhe historia e Enisit u bë një legjendë në atë qytet të vogël gjerman. Njerëzit e rrëfenin me krenari. A e di historinë e Enisit? Ai shpëtoi një grua të moshuar nga liçeni dhe ajo i ndryshoi jetën. Por më e bukura është se ai kurrë nuk ndryshoi. Ai mbeti i thjesht, i mirë dhe i përkushtuar për njerëzit. Një ditë, shumë vite më vonë, Enisi po ecte pranë liçenit, të njëjtit liçen ku gjithçka kishte filluar. Ai ndaloi dhe pa ujin e qetë, duke kujtuar atë mëngjes që kishte ndryshuar gjithçka. Një fëmijë i vogël i afrua dhe e pyeti: "A jeni ju Enisi, heroi?" Enisi buzëqeshi dhe ul për të qenë në të njëjtin nivel me të. "Unë nuk jam hero," tha ai me butësi. "Unë jam vetëm dikush që përpiqet të jetë i mirë." "Por mësuesi ynë na tha se ju shpëtuat një grua të moshuar," tha fëmia me sy plot admirim. "Jo, e bëra," tha Enisi, "por çdo njeri mund të bëjë diçka të mirë. Jo vetëm hero, edhe ti mund." Fëmia buzëqeshi dhe vrakoi larg, ndoshta duke ëndërruar për ditën kur edhe ai do të bënte diçka të mirë. Enisi u ngrit dhe vazhdoi të ecte me një buzëqeshje të vogël në fytyrë. Ai e dinte se jeta e tij nuk ishte perfekte, kishte pas vështirësi, dyshime dhe çfida, por ai kishte zgjedhur të vazhdonte, të jetë i mirë dhe të besojë në njerëzit. Dhe kjo ishte gjëja më heroike që dikush mund të bëjë. Historia e Enisit nuk është më shumë se një histori shpëtimi, është një histori për vlerat që mbajmë, për zgjedhjet që bëjmë dhe për indikimin që mund të kemi në jetët e të tjerëve. Enisi nuk u bë hero përse hyri në ujë, ai u bë hero përse zgjodhi të mbetet njeri i mirë edhe kur jeta i dha më shumë se sa kishte ëndërruar. Ai zgjodhi të mos haronte nga vinte, të mos ndryshonte veten dhe të vazhdonte të ndihmonte të tjerët. Kjo është mësimi që ne të gjithë mund të marrim nga historia e tij, se mirësia nuk është dobësi, se ndershmëria është forcë dhe se çdo njeri prej nesh ka mundësinë të bëjë një ndryshim pavarësisht se sa i vogël mund të duket. Ndaj, tani të pyes, pas kësaj historie, çfarë do të zgjedhësh ti? A do të jesh dikush që pret shpërblim për çdo gest të mirë, apo do të jesh dikush që vepron nga zemra pa pritur asgjë në këmbim? Shkruaj mendimin tënd në komente. Dhe mos harro, bota ka nevojë për më shumë njerëz si Enisi. Ndoshta ti mund të jesh një prej tyre. Faleminderit që qëndruat deri në fund të kësaj historie. Nëse u prekët, nëse ju frymëzoi, apo nëse thjesht ju bëri të mendoheni, ju lutem ndajeni këtë video me dikë që ka nevojë ta dëgjojë, sepse nganjëherë një histori e thjesht mund të ndryshojë mënyrën se si shohim botën. Dhe kujtoni, ini si Enisi, ini të mirë, ini njerëz.